Armando Broja u kthye në mollë sherrin në studion e emisionit Rubrika Sportive në Radio Televizionin Shqiptar. Dy protagonistët e këtij debati ishin ish futbollisti kombëtar Arben Milori dhe gazetari Gjergj Stefa. Ky i fundit po tregonte pa kënaqësitë e tij për Brojën, duke theksuar se është një lojtar i mbivlerësuar. Në krahun tjetër, Milori doli në mbrojtje të sulmuesit të Chelsea-t, duke u shprehur se mjafton vetëm prezenca e tij në fushë për të trembur kundërshtarët. Kë markon të Broja, faktikisht, atë ndeshje? Unë nuk pësem duhet markon të mërës të majtë Serbis. Dhe e fundit për nga rëndësia. Mjaft mo me këto mitë ma. Ai ky qoni, për fatin ton, ke gjithet vetin ratë parë shëritari bukur. S'po na bon masi gol. Lujti me Italin, Shqipëri-Italin Dortmund. Sa mo lojtar e kampionatit angles, do bëjt diçka më shumë. Më i doptin fush. Dhe Soccerway shkruan të dije nota 6.3. Ja, i kemi edhe notat, po nga Soccerway do të shojmë. Kur ke një lojtar si Broja në fush, ti e tremb kundërshtarin. Këmo trembe? Të gjithë kundërshtarët. A mas një s'ke fitu vitet e kodës. Atere, në krahun e majtë, Serbia sa aksion e bëri? Pjesë e parë? Terzic dhe Pavlovic. Pjesë e parë pa fund. Asnjë aksion. Pjesë e parë, asnjë aksion të rëndësishëm. 6 goditje këndi. 6 goditje këndi morën ndaj krahut. Broja ishte me Pavlovic dhe Terzic. Dhe Hysaj faktikisht pjesën e parë përveç atij inkursioni. Ora më thuaj një gol që ka bërë ky lojtari më i mirë gjithkohë. Nuk e ka kaluar asnjëherë mesin e fushës. Pse kishte më shumë aksione ofensive në krahun e majtë? Tani këto janë më thuaj një gol të rëndësishëm që ka bërë lojtari më i mirë shqiptar. Shikoj, ne nuk po bëjmë historik këtu. Ne po analizojmë ndeshjen. Jo, po bëjmë aktualitet. Aktualitet histori kemi pasur Sefedin Brao, aktualitet më aktualitet më kërkoj në funit.